Ministër, mirë se erdhëm kryeza. Kryetar, mirë se të gjeta. Jemi sot këtu për ta prezantuar një projekt shumë të rëndësishëm përgjithësi për zonën, këtu për Prizrenën edhe rrethinën. Ka qenë kërkesë ekskluzive e juaja dhe Arbrit. Bëhet fjalë për ndërtimin e rrugës Kurish-Kapash që lidhet me rrugën R1 në drejtim të Brezovicës. Ne, si qeveria e Kosovës, e kemi kryer procedurën e shpërfaqësimit, e kemi filluar procedurën e prokurimit dhe shumë shpejt do ta kemi kontratën, do të fillojmë punimet. Ky projekt është jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm si infrastrukturë rrugore, por që do të ndikojë shumë në zhvillimin e turizmit për këto bjeshk tona të mrekullueshme që i kemi, dhe kompletohet si infrastrukturë e nevojshme që të rriten mas me investimet për turizëm, sepse lihet në rrugën regionale R1 në drejtim të Brezovicës. Kështu që kryetar, duke i ditë vizionin për kushtimin tënd shumë të madh në mandatin e ri si kryetari i komunës, do të kemi bashkëpunim shumë më të mirë, do të bëjmë shumë investime në infrastrukturë në mënyrë që qytetarëve të Prizrenit edhe t'ia vlerësojnë lirinë e lëvizjes, komunikimin më të mirë me njëri tjetrin, po sidomos në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin e turizmit. Ministër, faleminderit shumë. Urime Të mbora. e suksese e takohemi më pastaj pas datës 12 tetor kur ju do të jeni kryetari i Prizrenit.